Emiliano Shullazi dhe 4 bashkëpunëtorë të tij mbeten fajtor për gjobënie grupi i strukturuar kriminal edhe pas vendimit të shkallës së tretë të gjyqësorit në vend. Gjykata e lartë ka vendosur të martën rrëzimin e rekursit të Shullazit dhe 4 të dënuarve të tjerë, Endrit Qyqja, Endrit Zela, Blerim Shullazi e Gilman Dodani, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të GKK më 3 dhjetor të vitit 2021, që i dënoi në total me 55 vite burg. Për gjobënien ndaj 2 biznesmenëve, Ylvi Beqaj në të fashmen çështje të Hotel Volgës dhe Jani Zakos, Shullazi u dënua me 14 vite burgim, ndërsa për 4 anëtarët e tjerë të grupit, gjykata kishte dhënë 12 vite për Danin, Qyqe dhe Zela nga 10 vite dhe Blerim Shullazi 9 vite burg. Gjyqtarët Ilir Panda, Genti Shala dhe Anton Dimitri në vendimin e së martës e veçuan Gilman Dodanin, i njohur dhe si krau i djathtë i Shullazit, pasi për shkak se ai u ekzekutua në një atentat mafioz 11 nëntorin e kaluar në afërsitë të aeroportit të Rinasit. Arsyetimi i refuzimit të rekursit të tij ishte prej faktit se ka vdekur. Grupi i Shullazit u dënua fillimisht më 13 nëntor 2018 me 55 vite burg nga gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda. Përveç episodeve për të cilat u gjetën fajtor, anëtarët e grupit u shpallën të pafajshëm për akuza të tjera të rënda si shkatrim prone me eksploziv dhe kanosje ndaj 2 rektorëve të Universitetit të Tiranës, Mynir Koni dhe Dhori Kule. Proceset gjyqësore me raton të Emiliano Shullazit dhe 4 të tjerëve janë ndjekur në mënyrë të vazhdueshme edhe nga përfaqësues të ambasadës amerikane në Tiranë. Ndërkohë që për këtë dosje, të gjithë anëtarët e tjerë të grupit janë liruar, Emiliano Shullazi mbahet në qeli edhe për 2 çështje të tjera të SPAK, vrasjet e vitit 2005 të Vajdin Lames dhe Klodian Saliut dhe operacioni revanshi ku për të është kërkuar dënimi me 10 vite burg me gjykim të shkurtuar për sigurim kushtesh për të kryer vrasje dhe grup kriminal.